Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 20 shkurt dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që të ndiqni. Shkurti është dita e 51 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit ka mbetur edhe 313 ditë. Ngjarje. 1835 u shkatëruar qyteti Concepcion në Kili nga dridhja e tokës. 1864 Betejë në Olustre. 1927 Cardiff City fituan FA Kupën për herë të parë dhe të fundit. 1947 përfundon së ekzistuari Prusia. 1986 Silvio Berlusconi bleu klubin italian të futbollit AC Milan. 1991 ora 14:05 rrëzohet nga protestuesit në Tiranë statuja gjigante e Enver Hoxhës. 1998 patinazhisti amerikane Tara Lipinski u bë fituesja më e re e medaljonit të artë në lojrat olimpike dimërore në Nagano, Japoni. 2002 në Reykja Al Garbia, Egjipt, kampion flaka e trenit duke lënë të vdekur së paku 370 njerëz dhe të lënduar mbi 65. 2008 Gjermania, Letonia dhe Malajzia e njohën Kosovën si shtet të pavarur. Lindje. 1879 lindi Luigi Gurakuqi, shkrimtar, patriot shqiptar. 1943 lindi Haxhi Dalipi, etnomuzikolog shqiptar. 1950 lindi Walter Becker, muzikant amerikan. 1951 lindi Gordon Brown, premier dhe politikan britanik. 1966 lindi Cindy Crawford, fotomodele dhe aktore amerikane. 1967 lindi Kurt Cobain, këngëtar amerikan. 1968 lindi Imer Selmani, politikan dhe biznesmen, kryetar i demokracisë së re. 1969 lindi Danis Stanovic, regjisor bosnjak. 1985 lindi Julia Volkova, këngëtare ruse. 1988 lindi Rihanna, këngëtare nga Barbadosi. Vdekje. 1513 vdiq Hans, mbreti i Danimarkës, Suedis dhe Norvegjis. 1920 vdiq Robert Perry, eksplorues amerikan. 2008 vdiq La Nimani, trajner boksi. Festa dhe përvjetore. 20 shkurt, dita ndërkombëtare e drejtësisë shoqërore. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Luigi Gurakuqit, i cili ka qenë një personazh i njohur shqiptar, arsimtar dhe qeveritar në fillimin e parë të shekullit të 20. Luigi Gurakuqi lindi në Shkodër 20 shkurt 1879. Vdiq në Bari 2 mars 1925, që e veprimtar i çështjes kombëtare, radhitës në nënshkrues i dokumentit të shpalljes së pavarësisë, njeri i letrave, arsimtar dhe personazh i politikës shqiptare, çerekun e parë të shekullit të 20. Është një nga personalitetet më të shquara të lëvizjes son kombëtare, arsimore, kulturore, në fundin e rilindjes kombëtare dhe të fillimeve të pavarësisë, duke përjetuar ngjarjet më kulmore të jetës së vendit në çerekun e parë të shekullit ton, në shumicën e të cilave në mos organizator që pjesëmarrës i drejt për drejt. Kur ishte 20 vjeç, u bë pjesë e shoqërisë Bashkimi të Abad Doçit, ku ishte i vetmi antar civil. Gatresën e parë me autoritetet turke e pati në 1904. Për këtë shkak më 1905
u shtrëngua me marrë malet për t'i shpëtuar ndjekjeve. Më 1907 ka qenë sekretar i Don Alandro Kastriotit, pretendent i fronit shqiptar. Me shpalljen e kushtetutës në korrik 1908 u kthye në vendlindje. Hurrijetin u dha dhe një amnisti, u bë pjesë e klubit Gjuha Shqipe, ku vepronin Logoreci, Marubi dhe Riza Adani. Në nëntor mori pjesë në Kongresin e Manastirit, ku zgjodh nënkryetar dhe antar i Komisionit për njësimin e alfabetit. Bashkë me Fishtën ishte përfaqësues i bashkimit. Me Logorecin kishte mandat të përfaqësonin inteligjencën shkodrane. Gjithashtu vet Luigi kishte mandat të përfaqësonte arbëreshët e Italisë, shkroi alfabetet e miratura nga Kongresi i Manastirit dhe i zbuloi para delegatëve. Në tetor të 1909-s u emërua drejtori normales që u hap në Elbasan, ku ndihmoi për vënien e arsimit mbi baza kombëtare. U krijua përvoja e parë e ngritjes së administratës arsimore shqiptare. U hartuan dokumentat e parashkollore, u ngrit një sistem i tërë i përgatitjes dhe i kualifikimit të mësuesve. Detyrohet me ikë prej Elbasanit me Aqif Pasha Elbasanit. Në prill 1911 mori pjesë në kryengritjen e mbi Shkodrës dhe së bashku me Ismail Qemalin hartoi memorandumin e Greqës. Më 1912 zhvilloi një veprimtari të dendur për organizimin e kryengritjes së përgjithshme, duke qenë i pranishëm në Toskëri dhe më vonë edhe pranë krerëve të Kosovës. Shoqëroi Ismail Qemalin në mbledhjen e Bukureshtit dhe mëtej në Vjenë. Me vaporin e dhënë nga austro-hungarezët zbritën në Durrës më 24 nëntor në orën 4 pasdite. U nisën të nesërme me 25, një natë fjetër në Çerm tek Dervish Bej Biçakçiu dhe një natë në Fier tek Omer Pash Virjoni. Në Vlorë mbërrite me 27 nëntor në darkë. Pas triumfit të legalitetit shkoi në Itali. Më 7 janar 1925, përfaqësuesi sovjetik në Vjenë lajmëronte zëvendëskomisarin të punëve të jashtme Litvinov se Gurakuqi ishte dakord për bashkimin në një front opozitar me ndihmën e tyre, çka më vonë do të ishte Konareja. Qeveria Noli akuzoi për grabitjen e thesarit të shtetit, por Gurakuqi ngarkoi Xhemal Beg Bushadin t'i dorëzonte shefqet Dibrës, inspektori financave i dërguar nga qeveria Zogut të paprekur arkën e shtetit. Mbrëmjen e 2 marsit 1925 në restorantin në Hotel Kavor, Gurakuqi po darkonte me 2 miq të tij dhe gruan e njërit prej tyre, Riza Dani me bashkëshorten Makbule dhe vëllai i tij Dan Hasani. Kërkoi leje prej tyre duke i thënë, do të shkoj tek Sotiri, mbasi i kam premtuar një kukull vajzës së tij. Duke dalur nga restoranti i hotelit, u pa me Balto Stamollën, i cili i zbrazi 3 plumba. Në xhepat e shqyër të ish ministrit të financave, policia italiane gjeti vetën 350 lira. Kuestura lajmëroi koloninë shqiptare që ceremonia nuk mund të zhvillohej në qytet, por vetëm brenda mureve të Varrezës. Drejt barit rendën refugjat shqiptar për gjithçka. U mbajtën fjalime prej bashkëshortes së Sotir Gjikës, zonjës Lili Kuarta, miku i tij Hasan Prishtina, mbi varrin e tij do të shprehej: "Flej i qetë Gurakuq, shpagën tënde do ta marri me përparimin e Shqipërisë." Në çastet e përgatitjes së varrimit, miku i tij i afërt, Gurakuqit, John Campsi, ruajti veshin me të cilat ishte veshur kur u vra. Më 27 nëntor 1957, qeveria komuniste, që në dukje mbështeste lëvizjet e qershorit, solli në Shkodër eshtrat e tij, të cilat u rivarrosën në varrezat e dëshmorëve. Regjimi komunist i dha titullin Heroi i Popullit. Milani është një skuadër futbolli e cila ka një histori mjaft të pasur dhe ka shumë trofe të ndryshme që janë fituar ndër vite. Në këtë emision do t'rregojmë sukseset e kësaj skuadre ndër vite. Ju ftoj që t'i ndiqni. Silvio Berlusconi bleu klubin italian të futbollit AC Milan. Asociazione Calcio Milan, të cilit zakonisht i referohet vetëm si AC Milan ose thjesht Milan, është skuadër profesionale futbolli italiane e bazuar në Milano, Lombardia, Itali, që garon në Serie A. Milani është themeluar në vitin 1899 nga Dantela Bërsi, anglez.
Herbert Klipin dhe biznesmeni Alfred Edwards. Skuadra ka kaluar të gjithë historinë e saj, përveç sezoneve 1980-81 dhe 1982-83, në ligën më të lartë të futbollit italian, e njohur si Serie A, që nga sezoni 1929-1930. Ata janë një nga skuadrat më të suksesshme në futbollin botror sa u përket trofeve ndërkombëtare së bashku me Boca Juniorsin, me nga 18 titull zyrtar të njohur nga UEFA dhe FIFA, pas Realit të Madridit. Milani e ka fituar Kupën e Kampionëve UEFA Champions League në 7 raste, duke ngelur vetëm pas Realit të Madridit. Ata gjithashtu e kanë fituar UEFA Super Cup me një rekord prej 5 herësh, si dhe Kupën e fituesit të Kupës UEFA 2 herë. Milani e ka fituar çdo kompeticion të madh në cilin ka garuar, me përjashtim të UEFA-s Europa League. Në këtë kompeticion, ata kanë humbur 2 gjysmëfinale në vitet 1972 dhe në 2002 dhe janë eliminuar në disa raste, për shembull ai viti 2018. Brenda në Itali, me 18 titull të ligës, Milani është një nga skuadrat më të suksesshme të Serie A së bashku me Interin. Për më tepër, Milani është skuadra e vetme të ketë fituar Serie A pa humbur lojë, duke bërë këtë në sezonin 1991 gjatë një periudhe prej 58 lojrave të luajtura. Milani lojrat në shtëpi i luan në San Siro, i njohur edhe si Stadio Giuseppe Meazza, stadiumi të cilin e ndajnë me Interin. Është më i madhi në futbollin italian, me një kapacitet total prej 80.000 njerëzish. Interi konsiderohet si rivali i tyre më i madh dhe ndeshjet mes këtyre dy ekipeve janë të njohur si derbi della Madonnina, i cili njihet nga derbit më të ndjekur në futboll. Sa i përket 2010-s, Milani është skuadra e tretë më e mbështetur në Itali dhe skuadra e 7 më e mbështetur në Europë, përpara çdo ekipi tjetër italian. Reagimi i skuadrave europiane sipas mbështetjes, Barcelona e para me 57.8 milion, e ndjekur nga Reali Madridit 31.3 milion, Manchester United 30.6 milion, Chelsea 21.4 milion, Bayern München 20.7 milion dhe Milani 18.4 milion. Për 31 vjet, pronari i skuadrës është ish kryeministri italian Silvio Berlusconi, ndërsa zëvendës presidenti ishte Adriano Galliani. Skuadra është një ndër më të pasurat dhe më të vlefshmet në futbollin italian dhe atë botëror. Milani është antar themelues e tani me grupit të shpërbërës G14 nga skuadrat kryesuese të futbollit evropian, si dhe zëvendësuesit të tij, European Club Association. Më 13 prill 2017, Silvio Berlusconi shiti ekipin tek biznesmenit kinez Yong-Hong Lee. Tani do të kalojmë në rubrikën e shëndetit. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të tërshërës. Tërshëra përmban shumë vlera ushqyese. Ajo njihet ndryshe si mbretëresha e dritërave. Është një ushqim që konsumohet prej afro 4000 vitesh. Ajo është e pasur me proteina, yndyrna të pangopura, vitamina, antioksidant dhe shumë ushqyes të rëndësishëm për organizmin tonë. Përmirëson sistemin e tretjes. Tërshëra përmban shumë fibra të tretshme, të cilat përmirësojnë aktivitetin e sistemit tretës. Ul nivelin e lartë të kolesterolit, acidi linoleik dhe fibrat e tretshme të tërshërës reduktojnë nivelin e triglicerideve dhe kolesterolit të keq në gjak, duke parandaluar në këtë mënyrë shfaqjen e sëmundjeve të tilla si arterioskleroza, infarkti dhe hemoragjia cerebrale. Kontrollon nivelin e sheqerit në gjak. Konsumimi i tërshërës redukton nivelin e sheqerit në gjak, pasi ajo arrin të përthith glukozën në organizëm. Krijon ndjesinë e ngopjes. Mjekët rekomandojnë një mëngjes me tërshërë për të krijuar ndjesinë e ngopjes. Ndihmon në rënjen nga pesha. Personat të cilat duhen të ushqehen shëndetshëm dhe të humbasin peshë, duhet të fillojnë sa më parë tërshërën, pavarësisht përbërësit e saj. Ndihmojnë në mirë funksionimin e metabolizmit dhe frenojnë urinë. Ndihmon sistemin nervor. Një ndër përbërësit kryesor të tërshërës është kompleksi vitaminave B. Ky i fundit është shumë i rëndësishëm për sistemin nervor qendror.
Parandalon problemet e tiroides. Tërshora nuk duhet të mungojë kurrësi në dietën e personave që vuajnë nga tiroidet, sidomos nëse janë të diagnostifikuar me hipertiroizëm, një pritje patologjike gjendjes tiroide. Forcon sistemin imunitar. Tërshora përmban beta-glukan, një substancë të rëndësishme që ndihmon qelizat imunitare të luftojë infeksionet. Ka veti diuretike. Duke qenë se tërshora përmban shumë silic, ajo arrin të eliminojë acidin urik dhe lëngjë të tjera toksike. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime, vranësira kalimtare dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 10 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 7 deri 16 gradë Celsius, Kukës 1 deri 8 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri 12 gradë Celsius, Tiranë 8 deri 15 gradë Celsius, Durrës 10 deri 14 gradë Celsius, Kavaj 10 deri 15 gradë Celsius, Elbasan 7 deri 15 gradë Celsius, Berat 7 deri 14 gradë Celsius, Korç 0 deri 9 gradë Celsius, Vlorë 10 deri 15 gradë Celsius, Gjirokastër 4 deri 14 gradë Celsius, Sarand 6 deri 13 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovica 2 deri 11 gradë Celsius, Podujev 0 deri 10 gradë Celsius, Skënderaj 2 deri 11 gradë Celsius, Pej 4 deri 11 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri 10 gradë Celsius, Gjakov 3 deri 12 gradë Celsius, Malishev 3 deri 11 gradë Celsius, Gjilan -1 deri 9 gradë Celsius, Ferizaj 2 deri 10 gradë Celsius, Kaçanik 2 deri 9 gradë Celsius, Prizren 2 deri 10 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook, TikTok dhe Twitter. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.